Pushimet e rregullta në Kosovë nuk i dolën boll. Andaj, një police shqiptare që punon në Stockholm të Suedis, po dyshohet se bëri hile duke u paraqitur si e sëmur sa herë që shefi ja refuzonte vazhdimin e tyre. Kështu ajo veproi për 3 vjet radhazi, 2023, 2024 dhe 2025, teksa përditët si e sëmur, shteti nordik i derdhi mbi 17.000 kruna në llogarinë e saj. Skema u zbulua pasi u hetuan biletat e saj të fluturimit, në bazë të cilave datat e kthimit ishin rezervuar qëllimisht, pas kohës kur ajo duhej të ishte paraqitur në punë. Pavarësisht fakteve, policia u arsyetua. Mendoj se është për të ardhur keq, sepse si punonjëse kam një etik shumë të lartë pune. Ke të drejtë të jesh i sëmur kudo që të jesh. Nëse jam e sëmur, jam e sëmur. Ky arsyetim nuk dihet nëse do t'i vlejë në gjykatë, pasi ndaj saj është ngritur akt akuzë për mashtrim të rënd dhe deklarim të rrem, vepra për të cilat rrezikon nga 6 muaj deri në 6 vjet burg. Historia e policës doli në dritë pasi autoritetet në Stockholm vërejtën se statistikat e lejeve mjekësore gjatë verës u rritën ndjeshëm. Shënjestër.net